Në këtë video do të shpalosim strategjit më efektive për rregullimin emocional. Se si të qëndrosh i qetë në këto momente, si ta mbash kontrollin brenda dhe si të ecësh në për çdo situatë me forcë të qetë dhe të butë, që mund t'ju ndihmojë të çlironi gurët emocional që mbani në zemrën tuaj. Emocionet tuaja janë ngjyra. Jeta juaj është pergamena. Kurse ti je lapsi, kështu që shkruani një histori që ja vlen ta dëgjoni apo ta lexoni. Çdo emocion është një mesazh nga shpirti yt. Dëgjo për shpëritje në mënyrë që të mos kesh nevojë të dëgjosh britmën. Nëse praktikoni këto strategji efektive të ndara për ju, në 8 mënyra të fuqishme, do të befasoheni se si do ndryshon sjellja juaj emocionale dhe tani janë mënyrat më efektive për të menaxhuar dhe minimizuar ndikimin e emocioneve. Pra le të fillojmë nga mënyra 1. Mënyra se si ndihemi është shpesh një reflektim i mënyrës se si zgjedhim ta shohim botën. Ne nuk i shohim gjërat ashtu siç janë. Ne i shohim ashtu siç jemi. Duhet të kuptojmë se është e pamundur të ndalosh plotësisht ndjesinë e emocioneve. Pasi ato janë një funksion biologjik i trurit të njerëzit, por mund të mësosh t'i rregullosh dhe të shkëputesh atyre në mënyrë që ato të mos kontrollojnë veprimet e tua. A e keni vënë re ndonjëherë se si një moment i çastit mund ta ndryshojë tërë ditën tuaj? Një koment, një vështrim, një fjalë rënjësore dhe papritmas diçka ndryshon. Zemra juaj ndihet e rëndë. Mendja juaj bëhet e zhurmshme dhe ky është momenti ku ju humbni kontrollin e emocioneve tuaja. Kjo na ndodh të gjithëve dhe shumë herë humbasim situatën. Jo për shkak të asaj që ndodhi, por për shkak të mënyrës se si reaguam. Mirë po, ai që kontrollon reagimin e tij kontrollon edhe momentin. Ai që kontrollon momentin, qëndron i qetë brenda dhe ai i cili qëndron i qetë brenda fiton situatën jashtë. Mënyra 2. Ne mund të jemi të fortë fizikisht, por të dobët në emocione. Sepse nëse reagoni ashpër ndaj gjithçkaje që dëgjoni me shprehje të ashpër, ti zemërohesh dhe humb kontrollin nga ndjenja e rëndë brenda teje. Mos harro se reagimi yt është fuqia jote. Fjalët e urta rreth emocioneve shpesh krijojnë urë midis kaosit ton të brendshëm dhe qetësisë të së vërtetës. Mos lejo botën tënde të ndihet e errët edhe në ditët e ndritshme, sepse mund të dukesh aq i lodhur nga ngarkesa jote, që duket më e rëndë se sa forca jote. Megjithatë, si thot populli, mos i merr të gjitha gjërat afër zemrës, sepse do të ngarkoni vete me peshën e ndjenjave që nuk do mundesh t'i kontrollosh dhe pa e vënë re, emocionet bëhen komande jetës suaj. Ndonjëherë harrojmë diçka të rëndësishme. Nuk zgjedhim atë që kuptuam, por zgjedhim atë që mbajmë me vete. Urtësia na mëson se emocionet janë vizitor të përkohshëm, jo banor të përhershëm të asaj që jemi. Ndjenjat janë thjesht vizitor. Lërini të vinë e të shkojnë. Në traditat e mençurisë, emocionet e vështira shihen si mjete për transformim dhe jo si bar. Vetë jeta është e lidhur me emocionet dhe njeriu nuk mund t'i shpëtojë mosshfaqjes apo shprehjes emocionale, por mund t'i kontrollojë ato. Ne mund të kemi situata të lloj-llojshme me brendësi emocionale, lojë emocionale, forcë emocionale, kujtesë emocionale. Mirë po, kontrollimi i emocioneve tuaja nuk ka të bëjë me shtypjen e tyre, por me ndryshimin e mënyrës se si reagoni ndaj tyre, që përfshin zhvillimin e një niveli më të lartë të inteligjencës emocionale për të lundruar në situata të vështira me qetësi. Mënyra 3. Midis një stimuli dhe përgjigjes suaj, gjithmonë ka një hapësirë të lirë për të reaguar. Në atë hapësirë është fuqia jonë për të zgjedhur dhe tani dëgjoni me kujdes. Ku ndjeni një rritje të emocioneve, prisni të paktën 90 sekonda para se të flisni ose të veproni. Kjo lejon që vërshimi fizik i adrenalinës të qetësohet dhe i jep trurit tuaj racional kohë për të kapur trurin tuaj emocional të quajtur amigdala. Amigdala i referohet një pjesë të trurit të përfshirë në emocione, veçanërisht frikë dhe kujtesë. Biologjikisht, skuqa kimike e një emocioni zgjat rreth 90 sekonda, dhe nëse mund të qëndroni të palëvizshëm dhe të merrni frym pa e ushqyer emocioni me mendime përsëritëse, ndjesia fizike do të kalojë vetë, sepse ti po ushqe mendjen tënde, jo shpërqendrimin. Emocionet ofrojnë një ndjesi të brendshme që ju ndihmon të përcaktoni përparësitë e asaj që është e rëndësishme. Janë gjendje komplekse psikologjike dhe fiziologjike që ju ndihmojnë të reagoni ndaj mjedisit tuaj. Ato nuk janë vetëm ndjenja. Ato janë një mekanizëm mbijetese që përfshin trurin, sistemin nervor dhe trupin tuaj. Çdo gjë fillon me një stimul, një ngjarje, një mendim ose një ndjesi fizike. Truri juaj e vlerëson shpejt këtë stimul bazuar në përvojat tuaja të kaluara, qëllimet dhe situatën aktuale. Për shembull, të shohësh një qen mund të shkaktojë gëzim për një person, por frikë për një tjetër, varësisht nga historia e tyre. Këtë
Këto janë përgjigje biologjike, sepse pasi truri juaj etiketon një situatë, sistemi juaj nervor autonom hyn në lojë. Amigdala është zilja e alarmit të trurit që përpunon emocione nga lirimi kimik. Trupi juaj liron hormone si adrenalina për stres ose dopamina për kënaqësi. Mund të përjetoni edhe ndryshime fizike një zemër me raje të shpejtë, pëllëmb të djersitura ose një nyj në stomak. Këto reagime e përgatisin trupin tuaj për të ndërmarrë veprime si përgjigje. Lufto ose ik. Nga ndjenja juaj e brendshme, sinjalizoni emocionin tuaj botës së jashtme që përfshin shprehjet e fytyrës buzëqeshje, rrudhjet të vetullave, gjuhën e trupit dhe tonin vokal. Këto shprehje evoluojnë si një mënyrë që njerëzit të komunikojnë nevojat dhe qëllimet sociale pa fjalë. Kurse ndjenja subjektive është përvoja e vetëdijshme e emocionit në moment kur e kuptoni. Jam i zemëruar ose jam i lumtur. Kjo pjesë është shumë personale dhe ndikohet nga kultura, edukimi dhe temperamenti juaj. Mënyra 4. Ku vendosni qëllime të paqarta, i thoni mendjes suaj se çfarë të bëj dhe tani më lejoni t'ju pyes diçka. Nëse nuk e dini se ku po shkoni, si do të arrini ndonjëherë atje? Ka aq shumë njerëz zgjohen pa plan, pa qëllim dhe pa qartësi. Prandaj ndihen të humbur, të shpërqendruar dhe të dobët emocionalisht. Mendja juaj ka nevojë për drejtim, ashtu si një anije që ka nevojë për një kapiten. Pa qëllim emocionet tuaja do t'ju kontrollojnë. Me qëllim ju kontrolloni emocionet tuaja dhe pyetja është: çfarë është një qëllim? Një qëllim është një fjalë e fuqishme, që i tregon mendjes suaj se në çfarë të përqendrohet, si të sillet, çfarë rezultati dëshironi. Shembull, supozoni se po e filloni ditën tuaj në mëngjes dhe në ditët e sotshme shumica e njerëzve thjesht kontrollojnë telefonat e tyre dhe shkojnë me rrjedhën, por ju thoni: sot do të qëndroj i qetë, i fokusuar dhe paqësor pavarësisht se çfarë ndodh dhe kur dikush përpiqet të debatojë me ju. Mendja juaj e kujton qëllimin tuaj. Në vend që të zemëroheni, ju largoheni me paqe. Tani, kur vinë shpërqendrimet, truri juaj ju kujton se ky është qëllimi juaj. Prandaj synimet veprojnë si një busull. Ato udhëzojnë fokusin tuaj dhe mbrojnë energjinë tuaj. Energjia rrjedh aty ku shkon qëllimi. Mendja juaj dëgjon udhëzimet tuaja. Prandaj jepini ato të duhura. Mënyra 5. Riformulimi i njohës ndihmon ku mundoheni ta shikoni situatën nga një perspektivë tjetër. Ndryshimi i historisë që i tregoni vetes ndryshon emocionin që ndjeni. Prandaj ndryshoni pra perspektivën tuaj nga një ndjenjë subjektive në një vëzhgim objektiv. Shembull, në vend që të thoni jam i zemëruar, thoni po përjetoj një ndjesi zemërimi. Kjo krijon një boshllëk mendor midis vetes suaj thelbësore dhe emocionit. Zhvilloni vetdisiplinën, stërvitni luftëtarin tuaj të brendshëm. Vetdisiplina nuk ka të bëjë me ndëshkimin, ka të bëjë me fuqinë. Është aftësia për të bërë atë që është e drejtë edhe kur është e vështirë, edhe kur emocionet tuaja bërtasin. Mirë po i vetdisiplinuari përgjigjet me qetësi. Pa disiplinë, emocionet tuaja bëhen zotëria juaj. Me disiplinë, ju bëheni zotëria i emocioneve tuaja. Le të themi se është mëngjes. Keni planifikuar të zgjoheni herët, të meditoni dhe të shkoni të punoni, por mendja juaj thot: vetëm edhe 10 minuta të tjera do vazhdoj gjumin dhe nëse vazhdoni duke u pajtuar për disa herë, ju mund të anashkaloni planin e ditës, por jo edhe gjumin dhe nëse qëndroni në shtrat, do të ndjeni fajtor më vonë. Por nëse zgjoheni uleni me vetveten dhe thoni: jo, gjum, i premtoni vetes nuk kam nevojë për motivim, por kam nevojë për veprim, ju ngriteni duke ndërtuar vetbesim të ndjeshëm dhe patjetër do të ndjeni më të fortë. Të ndjesh do të thotë të jesh zgjuar në një botë që po përpiqet ju vërë në gjumë. Vetdisiplina ndërtohet edhe nga fitoret më të pakta. Sa herë që bëni diçka të vështirë ngriteni dhe i mësoni mendjes suaj: unë nuk kontrollohem nga rehatia. Unë udhëhiqem nga qëllimi, kurse veprimi i fuqishëm fillon edhe me hapa të ngadalshëm. Por ti zgjohu shpejt në kohë të duhur edhe kur nuk e dëshirë të zgjohesh. Ndiq zakonet e tua, festo disiplinën tënde, shmang të thuash. Do të përpiqem dhe fillo e thuaj. Do ta bëj në vepër. Disiplina është të zgjedhësh midis asaj që dëshiron tani dhe asaj që dëshiron më shumë. Mënyra 6. Emocionet janë sinjale që na informojnë për një nevojë. Ose do plotësohet, ose do neglizhohet. Zemërimi zakonisht sinjalizon se është kaluar një kufi ose keni përjetuar një padrejtësi. Trishtimi zakonisht sinjalizon një humbje ose mungesë lidhjeje. Ankthi zakonisht sinjalizon një kërcënim të perceptuar ose mungesë kontrolli. Identifikoni shkaktarët dhe vini re modelet në ato që ju bëjnë të humbni kontrollin, si për shembull:
Mungesa e gjumit, një person specifik apo ndjenja e nxitimit, të gjitha këto mund të çrregullojnë kontrollimin emocional. Pasi të identifikoni këta shkaktar, mund t'i shmangni ato ose të përgatitni një plan mendor se si t'i trajtoni ato para se të ndodhin. Por mund të ndodhe edhe kjo. Nëse jeni të uritur, të lodhur ose fizikisht të sëmur, këto janë shkaqe të zakonshme dhe të fshehura, sepse ndonjëherë shkaku nuk është vetëm emocional, por mund të jetë edhe fiziologjik. Përqendrohuni te logjika dhe të dhënat, sepse kur ndjeni një rritje emocionale, detyroni me vetëdije trurin tuaj të shikoj faktet dhe rezultatet logjike. Praktikoni vetëdijen. Jetoni sa më të lumtur në të tashmen dhe ndjeni të tashmen. A e keni vënë re ndonjëherë këtë? Jeni duke ngrënë ushqimin tuaj të preferuar, por mendja juaj po mendon për diçka negative nga e kaluara. Jeni ulur me familjen tuaj, por mendja juaj po shqetësohet për diçka që pret të ardhmen tuaj. Pra jeni gjallë, por nuk po jetoni realisht dhe këtu është vendi ku vetëdijësimi ndryshon jetën tuaj dhe pyetja është: çfarë është vetëdijësimi? Vetëdijësimi do të thotë të jesh plotësisht i pranishëm në çdo moment me mendimet tuaja, trupin tuaj, emocionet tuaja dhe mjedisin përreth. Kur nuk jeni të bllokuar nga e kaluara dhe kur nuk jeni në angst për të ardhmen, por jeni të përqendruar në të tashmen, ky është sekreti i paqes, fokusit dhe fuqisë emocionale. Prandaj kur praktikon vetëdijësimin, ngadalsoni në atë që të shtyn në nxitim pa arsye. Ndjeni këmbët tuaja që prekin tokën e jo koka e juaj qiellin. Përqendroheni në atë çka është e rëndësishme, e arritshme saqë edhe frymëmarrja dhe mendja juaj është më lehtë dhe papritma sa ankthy juaj zbehet. Zemra juaj ndjet e qetë. Nuk jeni të bllokuar nga mendimet tuaja, por jeni të lirë. Vetëdia është arti i kthimit në shtëpi tek vetja. Ku jetoni në momentin e dashëm, nuk keni frikë nga e ardhmja ose nuk pendoheni për të kaluarën. Jetoni fuqishëm në paqe dhe me vetëdije të plotë. Jeto në lumturi dhe praktikoni vetëdijen edhe nëse është diçka trishtim apo zemërim dhe mos ikni, sepse do të ndjek pas. Por merrni frymë thellë, pranojeni atë dhe uluni me ndjenjen dhe atëherë do të vëreni se trishtimi dhe zemërimi do ikin vet nga ti. E joti nga ato, sepse zemra jote është e rrethuar me mbrojtje paqësore. Mbaje mend, lumturia nuk është diçka që ndjek, është diçka që e gjeni ku ndalon së vrapuari dhe thjesht. Atëherë je personi që duhet të jesh, e jo ai që mendoni të jeni. Mënyra 7. Emocionet shpesh herë mund të nxjerrin në pah një mangësi në mirëqenien tuaj. Frymëmarrja duhet të jetë e kontrolluar, sepse ndjesitë fizike dhe emocionet janë të lidhura thellësisht dhe kur jeni të zemëruar ose të stresuar, frymëmarrja juaj bëhet sipërfaqësore. Me frymëmarrje të ngadalta dhe të thella ju aktivizoni sistemin nervor parasimpatik, i cili sinjalizon trurit tuaj se jeni të sigurt. Meditoni kur të keni kohë, por nëse gjeni kohë meditoni rregullisht, zotëroni mendjen përpara se mendja t'ju zotërojë juve. Tani le të flasim diçka më shumë për meditim më të thellë. Nëse vetëdia është të jetosh në prani, meditimi është si të futesh brenda vetes dhe të pastrosh mendjen, zemrën dhe shpirtin tënd. Pyetja është: pse meditimi është kaq i fuqishëm? Është sepse ju ndihmon të qetësoni emocionet tuaja, të pastroni mendimet tuaja negative dhe të përqendroheni në energjinë tuaj pozitive. Të lidheni me veten dhe të kuptoni se kush je vërtet, e jo atë që bota ju thot se kush jeni. Shembull, nga situatat e jetës reale mund të keni një ditë të keqe nga dikush që ju ofendoi dhe mund të ndiheni të lënduar, të zemëruar apo edhe të hutuar. Dhe ja çka mund të ndodh me ndikim negativ nëse nuk meditoni. Nga mlefi që ju ka plon me arsye, mund ta fajsoni ndokën tjetër të pafajshëm pa asnjë arsye, të mendoni shumë për orë të tëra, të shpërqendroheni me telefonin ose ushqimin tuaj, ose të flini me zemër të brengosur dhe të zgjoheni të lodhur. Por nëse thjesht ulesh mbyll syt dhe mediton për 5 minuta, ndodh diçka magjike. Vëzhgon mendimet tuaja, por nuk i gjykon dhe i thua vetes: po ndihem i lënduar, por nuk kam nevojë të reagoj, sepse thjesht unë mund të kontrolloj emocionet e mia. Emocionet e tua ngadalsohen, dhembja bëhet më lehtë, mendja bëhet e qartë. Kjo është fuqia e meditimit. Nuk e ndryshon situatën tënde se çka të ka ndodhur, por të ndryshon ty dhe ku ndryshon ti. Gjithçka përreth teje ndryshon. Pra kur filloni meditimin, ulu në një vend të qetë, kryqëzo këmbët ose ulu në një karrige. Mbyll syt dhe përqendrohu vetëm te frymëmarrja. Merrni frymë thellë për 4 sekonda dhe mbani brenda frymëmarrjen për 4 sekonda. Pastaj lironi frymën brenda 6 sekondave. Fillo të paktën me 2 minuta në ditë. Shtoni ngadalë në 5, 10 ose 15 minuta dhe me kalimin e kohës. Nëse gjeni kohë deri në 60 minuta. Nuk e nevojë për muzikë, sepse nuk është e domosdoshme, por është
nevojë për përsosmëri, por thjesht ke nevojë për ndershmëri dhe qetësi dhe me kalimin e kohës, do të vëreni shumë shpejt ndryshimin e dobishëm që sjell meditimi. Mënyra 8. Është mënyra e fundit një nga më të fuqishme që dallon nga të tjerat, prandaj edhe ruajta për në fund. Ne nuk shqetësohemi nga ngjarjet, por nga gjykimet tona për ato ngjarje. Mirë po duke pranuar atë që nuk mund ta kontrolloni dhe duke u përqendruar vetëm në arsyen tuaj, bëheni më pak të ndjeshëm ndaj uljeve dhe ngritjeve emocionale. Hulumtimet shkencore tregojnë thjesht se emërtimi i asaj që ndjeni mund të zvoglojë intensitetin e emocionit. Prandaj është e rëndësishme të etiketoni emocionet tuaja, sepse kjo teknikë, e quajtur ndikoni në etiketim, ndihmon në krijimin e distancës midis jush dhe ndjenjës. Mos hezito, por fillo dhe shkruaj dhembjen tënde si shërim. Pastaj shkruaj fuqinë tënde për qetësim, sepse duke shkruar në ditar që prek zemrën, ti shëron shpirtin dhe e qetëson mendjen. Ne të gjithë mbajmë dhembje, ndjenja të pathëna, plagë të vjetra, frikëra që askush nuk i kupton. Ëndra që ndjen shumë larg dhe donjëherë të gjitha këto emocione qëndrojnë brenda nesh si një stuhi, duke na bërë të zemëruar, të lodhur ose të pashpresë, por mund ta çlirosh atë dhembje, mund ta transformosh atë në fuqi dhe ja si funksionon ky shërim shumë i thjeshtë që të liron nga pesha e dhembjes. Duke shkruar shkrime në ditar është si të flasësh me shpirtin tënd. Është vendi ku mund të thuash gjithçka pa frikë dhe pa gjykime, por me drejtësi. Dhe tani dëgjoj 2 praktika të fuqishme të shkrimit në ditar. Praktika 1. Shkruaj dhembjen tënde, gjej kohë për 5 minuta dhe shkruaj si për shembull. Çfarë të brengosi sot? Çfarë emocioni po fshe? Çfarë do të doje ti thuash ndokujt? Bëhu i sinqert dhe i drejt me vetveten. Çaj nëse ke nevojë dhe pranoj lotët si freskim jo si dhembje, sepse lotët janë gjuha e heshtur e një zemre që po pastrohet, më qenë se zemra ka arsye, që ndoshta as vetë arsyeja nuk i kupton. Lëre letrën të mbaj dhembjen tënde, e jo zemrën, sepse kur ne mendojmë, mendja e prek zemrën dhe pesha e plagës mund të godas edhe shpirtin. Praktika 2. Shkruaj fuqinë tënde, pasi të lëshosh emocionet e tua të lira, shkruaj. Për çfarë jeni krenar sot? Çfarë të gëzoj sot? Çfarë mësove? Cili është një hap i radhës që do të ndërmerrni nesër? Tani nuk je viktim, je autori i historisë sate. Shembull. Le të themi se ke pasur një krizë për diçka dhe ke qarë në vetmi, dhe në vend që të shfletosh rrjetet sociale ose të ndihesh fajtor, ti hap editarin tënd në atë që ke shkruar ti, e jo në atë çka ka shkruar bota. Ti lexon atë çka ke shkruar nga ditari juaj. Shembull. Sot u ndjeva i padukshëm, u ndjeva sikur askush nuk më kuptonte. Jam lodhur nga gënjeshtrat e disa njerëzve, ndaj atyre që prisja të vërtetën si përgjigje, ndaj atyre duke u shtirur për atë që nuk janë. Pastaj ndalesh së lexuari dhe fillon të shkruash rreshtat të radhës. Por unë prapu shfaqa sot, jam ende këtu, po shërohem dhe jam krenar për veten që nuk u dorëzova kur dhe kjo nuk është vetëm shkrim, është transformim, sepse mbajtja e ditarit të bën emocionalisht më të fortë, mendërisht më të qartë dhe shpirtërisht më të qetë. Mbaje mend, nëse do ta kuptosh mendjen tënde shkruaj, nëse do ta shërosh zemrën tënde shkruaj, nëse do ta ndryshosh jetën tënde shkruaj. Nëse ende po dëgjon këtë video, dua vetëm të të them diçka, nga zemra ime për të nden. E di që jeta mund të ndihet e rëndë ndonjëherë. E di që disa momente janë të vështira, por kur mos u dorëzo, sepse nganjëherë në jetë është më vështirë të humbësh se sa të fitosh. E di që ndihesh sikur askush nuk të kupton, por unë po të kuptoj dhe dua vetëm që të dish diçka shumë të rëndësishme. Gjithçka do të jetë në rregull, ndoshta jo sot, ndoshta jo nesër, por hap pas hapi gjërat do të përmirësohen. Nuk je vetëm, nuk je i thyer, ti shërohesh, ti arrit qëllime të duhura, pavarësisht se cili është qëllimi yt. Qoftë të shërohesh nga e kaluara jote, qoftë të bëhesh i suksesshëm, qoftë ti bësh prindërit e tu krenar, apo thjesht të zgjohesh me paqe në zemër. Unë e di që njerëz si ti janë ata që vazhdojnë të përpiqen edhe kur janë të lodhur. Nuk dorëzohen, ditët e tua më të mira janë ende përpara teje. Merr frymë thellë. Vazhdo të besosh te Zoti i Madh me bindje të thellë, sepse Zoti është ndihmësi më i mirë dhe me ndihmën e Tij do t'ja dalësh për gjithçka. Për t'ju njoftuar me videon e radhës, abonohu në kanalin Brenda së Vërtetës. Faleminderit për mirëkuptim dhe deri atëherë u dëgjofshëm për të mirë.